Atëherë Universiteti Katolik të Këshillit të Mirë është një nga universitetet private të para që janë hapur në Shqipëri. Në vitin 2004 është aktivizuar Universiteti Katolik Zoja e Këshillit të Mirë me dy fakultete që kanë qenë Fakulteti i Mjekësisë dhe Fakulteti i Shkencave Ekonomike dhe Politike, dhe me degët mjekësi, fizioterapi, stomatologji dhe politike dhe ekonomi ndërmarrje. Në 2005 është aktivizuar dhe Fakulteti i Farmacisë me degën farmaci dhe pastaj në 2015 Fakulteti i 4 me degën e arkitekturës. Pra, Universiteti Katolik Zoja e Këshillit të Mirë ka 4 fakultete, Fakultetin e Mjekësisë me degët mjekësi e përgjithshme, odontojatri dhe protezë dentare që në Shqip e njohin shumë mirë stomatologji, pastaj me 2 degët bachelor që është dega infermierisë dhe terapisë, është Fakulteti i Shkencave Ekonomike, Politike dhe Sociale me degët ekonomi dhe me masterin në ekonomi dhe management. Pastaj kemi Fakultetin e Farmacisë me degën e farmacisë që është 5 vite akademike, gjithashtu pastaj për të vazhduar studimet më lartë edhe me doktoraturë, dhe Fakulteti i Shkencave të Aplikuara me arkitekturën, që është edhe arkitekturën e kemi me 5 vite akademike, cikël unik. Këto janë 7 degët që ne kemi, pastaj kemi dhe masterat të ndryshëm për ekonominë, për fizioterapin dhe për infermierin. Atëherë jeni, po, vazhdoni, po. Atëherë bursat e studimit i kemi që bëjnë me 15%, pastaj me 30%, me 50% dhe me 80%. Për Fakultetin e Mjekësisë, bursat janë me 9 deri në 9.99, 15-20%, me 10 absolute 30 deri në 35%, dhe për 3 fakultetet e tjera të farmacisë, të arkitekturës dhe të ekonomisë, shkojnë deri në 80-85%, pra 50 dhe 80%. Okej, në fakt ju i përmendët edhe Zoja e Këshillit të Mirë është një universitet që në fakt mbahet për degët e mjekësisë. Pra, një ndër universitetet që ka cilësinë më të lartë edhe që preferohet më së shumti ndër universitetet private kur bëhet fjala për degët e mjekësisë. Mirë po, pak persona në fakt e dinë edhe për degët e ekonomisë, degën e ekonomisë që ju keni dhe degën e arkitekturës. Që vlen përmendet edhe që këtë vit, sipas informacioneve që kam, ka dalë domethënë brezi i parë i diplomuarve në arkitekturë. Pra bëhet fjalë për 5 vite, para 5 vitesh pra kanë qenë të parë që kanë hyrë dhe sot më janë diplomuar. Arkitektura i kemi tashmë studentët e parë të diplomuar. Aktualisht edhe koordinatorin e arkitekturës e kemi ish student. Arkitektura ishin koordinatorët që ishin ish student, sepse pothuajse të gjithë jemi ish student të këtij universiteti. Tashmë kemi Francin, që është i arkitekturës, edhe që është nga të para që është diplomuar. Po, kjo është e vërtet dhe ja vlen për të përmendur. Diçka tjetër që më shpëtoi në fillim është se për të gjithë maturantët të dinë që të gjitha programet e studimit që ne ofrojmë, që të gjitha janë në bashkëpunim me universitetet publike italiane. Pra është i njëjti program studimi, plan studimi, që realizohet në Firenze, në Rom, në Bari, i njëjti identik që realizohet këtu në Tiranë. Pra diplomat janë të vlefshme jo vetëm në Shqipëri dhe në Itali, por në të gjitha vendet e Bashkimit Evropian edhe më gjatë. Ja, që ta saktësojmë pak edhe këtë, sepse këtu në fakt ka shumë konfuzion me këtë pjesën e njohjes së diplomës, etj, që diplomat pra që ofrohen në institucionet private ose dhe publike. Tani, për ata që nuk e dinë, se këtu e maturantë të gjithë edhe nuk kanë informacion që mund të kem unë për shembull që jam student, kam mbaruar një cikël studimi dhe i di pak më mirë se si funksionon universitetet dhe gjërat. Tani, diploma e Universitetit Zoja e Këshillit Mirë ka një specifik kundrejt diplomave të universiteteve të tjera, që është pjesa e njohjes në vendet e Bashkimit Evropian sepse është diplomë italiane. Tani, mund ta sqarojmë këtë pjesë pak për gjithë maturantët e interesuar, sepse edhe për këtë gjë
ka pasur shumë interes dhe duan të dinë pak atë ndryshimin. Atëherë, diplomat që ne lëshojmë janë ose joint degree, ose double degree. Përbashkët. Pra, ose diplom e përbashkët, sikur është kjo që kam unë në dorë këtu, që po ta shikoni, janë stemat e të dy shteteve, e shtetit italian edhe e shtetit shqiptar, sepse kjo bëhet në bazë të marrëveshjeve dhe të legjislacionit ndërkombëtar për lëshimin e titujve të diplomave. Gjithashtu janë logot, për shumë në këtë rast unë kam të ekonomisë me Universitetin e Barit a të morë. Këtu është logo e Universitetit Barit dhe logoja e Universitetit Katolik Zotëri. Në fund këtu janë firmat e dy rektorëve, e dy administratorëve dhe të dy dekanëve të dy universiteteve. Kjo diplom regjistrohet në aktet e Ministrisë së Arsimit Shqiptare, gjithashtu në ato të Universitetit Partner dhe në Ministrinë e Arsimit Italiane. Dhe duke qenë se Italia është pjesë e Bashkimit Evropian, automatikisht diplomat janë të njohur në të gjithë Europën. Këto e tregojnë edhe të dhëna që ne kemi për shumë studentë të diplomuar të Këshillit Mirë, që vazhdojnë studimet nëpër universitete të Italisë, të Gjermanisë dhe të Anglisë, të paktën unë flas këtu për që i njoh më mirë për studentët e mi të ekonomisë, por edhe të fakulteteve të tjera siç është mjekësia, arkitektura. Gjithashtu edhe janë të mirë integruar edhe në profesionet e tyre dhe në sektorin domethënë dhe të punësuar. Pra, me këtë diplom, studenti nuk duhet të kalojë nëpërmjet universiteteve apo nëpërmjet Ministrisë së Arsimit për të bërë njohjen e titullit. Sepse neve edhe gjuha e cila është e shkruar këtu është në gjuhën italiane. Është e miratuar dhe nga Ministria e Arsimit në Shqipëri në gjuhën italiane dhe ka numrat e regjistrit dhe të gjitha. Okej, se unë po shoh edhe një koment, ja një sekond se më iku. Shoh koment do më thënë nga një student që me sa duket studion në universitetin juaj dhe është për pjesën e vështirësisë së shkollës. Tani, unë kam një koment personal, nuk do doja që të komentonit ju për këtë, doja ta komentoja unë. Në çdo universitet ku studiohet mjekësi, deg të mjekësi, siç është stomatologjia, farmacia, infermieria, ka ankesa të tilla dhe është normale. Sepse kur ka cilësi dhe kur ka deg të kësaj forme që merren me njeriu, patjetër që do jetë e vështirë se duhet dalin profesionistët më të mirë nga aty që pastaj bëjnë mjekët e të ardhmes. Kështu që këto komente... Ato janë komente studentësh. Besoj se janë komente studentësh tipike. Po, kështu që mos e merrni me stres se ajo është shkollë, domethënë që po të lexosh doja dalësh, nuk ka ndonjë diferencë me... Absolutisht. Okej, tani që e kthyem dhe këtë komentin për këtë komentin që ishte aty, unë fakt do doja të flisnim pak për kriterin e gjuhës italiane. Pra për ata maturant që nuk e din, mësimi në Universitetin Katolik Zoe e Këshillit Mirë zhvillohet vetëm italisht. Mund ta jepi pak më shumë detaje për këtë gjë? Tani, siç e tha dhe kolegja, duke qenë se programet tona studimit ofrohen në bashkëpunim me Universitetet Italiane, absolutisht plani i studimit është njësoj me universitetet në italiane, kështu që mësimdhënia është në gjuhën italiane. Pedagogët që japin mësim janë pjesa dërmuese italiane, kështu që gjithë pjesa e aktivitetit didaktik është në gjuhën italiane. E përpos kësaj, të paktën për degët e fakultetit të mjekësisë, jashtë me testim pranimi. Ka një konkurs pranimi, i cili zhvillon 2 testime. Është një testim i cili i vlerëson maturantët për njohurit në gjuhën italiane dhe pastaj testim mbi nivelin që kanë matematik, fizik, biologji dhe kimi, që janë lëndë shkencore, njohurit mesatare, të marra nga shkolla e mesme në gjuhën italiane. Janë 2 testime me shkrim që zhvillohen për maturantët, që sidomos për degën e mjekësisë janë seleksionuese për të regjistruar apo jo. Një pyetje për këtë provim, kur duhet ta realizojnë? Domethënë, bëjnë fillimisht aplikimin në U Albania, pastaj bëjnë provimin apo ka një datë tjetër? Atëherë, studentët duhet na përzgjedhin tek U Albania. Kjo është shumë e rëndësishme kjo pjesa që duhet bërë përzgjedhja tek portali U Albania, i gjithëve degëve tona.
Okej, bëjmë përzgjedhjen atje, pastaj bëhet edhe provimi pranues. Po, për degët e mjekësisë, ndërsa për fakultetin e ekonomisë, për fakultetin e farmacisë dhe për arkitekturën, testin e italiane e bën në momentin që konfirmon regjistrimin. Dhe kjo është për të parë, doja të thoja që gjithsesi studentët që regjistrohen në vitin e parë në të gjitha degët e Zoja Këshillit Mirë, vitin e parë dhe sidomos semestrin e parë, ato e zhvillojnë pothuajse çdo ditë gjuhën italiane me profesorët që ne kemi këtu në universitet. Pra, me 100 orë në dispozicion të gjuhës italiane. Okej, për t'i ndihmuar di që vitin e parë. Është kjo pjesa e kurseve, pra që po flisni që ofrohet për maturantët. Kjo është më vete. Okej. Kjo është më vete pastaj. Është qendra e gjuhëve të huaja, që është pjesë e universitetit, e cila ofron pasaj kurse intensive. Të gjitha niveleve. Po, ka ndonjë mundësi që maturantët aktual që ndoshta kanë pak njohuri ose as pak të mund të futen në kurs në këtë moment apo kanë kaluar pak datat? Po, ne vijojmë me kurset deri në tetor dhe më tej pastaj, edhe gjatë vitit të parë, kush do ketë nevojë për njohuri më tepër në gjuhën italiane, absolutisht është qendra e kurseve që ofron suport për këtë pjesë. Okej, pra gjithë ata që kanë kurset intensive janë 4 orë në ditë të gjuhës italiane, nga e hëna në të premten, kështu që pretendohet që një nivel të paktën në një muaj të marrin njohuri të mjaftueshme. Okej, pra për gjithë ata maturantë që ndoshta janë pak keq me italishten, se ne që jemi brezi pas 90-s, jemi pak brezi anglishtes me këto rrjetet sociale e tjerë dhe natyrshëm ka dhe maturantë të cilët dëshirojnë studiojnë në universitetin tuaj, por asin pak vështirësi me gjuhën italiane, kështu që për gjithë ata që kanë dëshirë të studiojnë në këtë universitet që të kenë mundësi pra studiojnë aty, duhet që të bëjnë edhe këtë kursi nëse kanë dëshirë që ta përvetsojnë edhe gjuhën italiane për që më pas të gatshëm që të vazhdojnë me pjesën e mësimdhënies. Unë doja t'ju pyesja. Aktualisht kurset janë plot me maturantë, të cilët kanë vendosur që muajt e verës si t'i kalojnë duke mësuar gjuhën italiane dhe të vinë te universiteti ynë, kështu që. Që këto kurse janë absolutisht dhe i ndihmojnë shumë besoj maturantët. Është shumë interes, po. Okej. Unë dua që të kap një koment, sot Ledio thot që nuk mendoj se kam nivel aq të lartë italishtes për provimin që dihet që ka një terminologji shkencore të thelluar, ndoshta e ka për provimin pranues. Për testin shkencor. Atëherë, qendra e gjuhëve të ne ofron edhe kurse që është më vete, i cili quhet terminologji shkencore, që do i ndihmojë maturantët të cilët kanë një nivel të mesatar të italishtes, të paktën te niveli mesatar, edhe për termat shkencor. Përpos kësaj, ne japim edhe testet që ka rënë në vitet e kaluara që të orientoj pak a shumë me mënyrën e pyetjeve ose me pyetje model që ka rënë në vitet e kaluara. Kurset bëhen online. Pastaj njohuri bazë marrë në shkolla e mesme. Si? Kurset e italishtes bëhen online është një pyetje apo janë vetëm me prezencë fizike? Janë edhe online. Po. Janë edhe me prezencë fizike, kanë edhe mundësi që t'i kryejnë online. Okej, pra mund t'ju shkruajnë besoj. Për ata që janë nga rrjetet. Po, mund t'ju shkruajnë besoj maturantët. Mund t'ju shkruajnë besoj maturantët dhe në Instagram që të marrin edhe më shumë detaje për kurset, ata që kanë interes besoj. Po, në rrjetet sociale jemi në dispozicion qoftë në Facebook ashtu edhe në Instagram, kështu që përgjigjen mesazhet edhe në komente, kështu që jemi absolutisht në dispozicion për gjitha pyetjet që mund të kenë. Okej, një pyetje tjetër që unë kam për ju lidhet edhe me pjesën e punësimit. Pra, të diplomuarit në universitetin tuaj, sa të thjeshtë kanë që të punësojnë edhe në Shtetet e Bashkimit Evropian, duke qenë se edhe diploma është një diplomë që njihet. Atëherë, studentët e Zojës, ne kemi zyrën e job placement, e cila merret me këtë pjesë. 98% janë të gjithë të punësuar në profilin e tyre ku kanë studiuar. Ndërsa për të punësuar pastaj në vende të ndryshme të Bashkimit Evropian, duke parë dhe situatën, ne kemi plot edhe marrëveshje me spitale të ndryshme që janë në Itali, në Gjermani dhe në Angli. Dhe studentët mund të aplikojnë, din dhe ku t'i marrin informacionet, pra studentët që janë tashmë student të Zojës,
tek zyrat përkatëse këtu në institucion dhe të parapërgatiten për të vajtur në këto vende. Pastaj kuptohet se ne kemi dhe studentë që ndoshta vendosin që të shkojnë atje por kjo është e thjesht për faktin sepse diploma njihet, me gjuhët e huaja studentët e zojnë shumë të mirë përgatitur, sepse ashtu sikurse e the të gjithë tashmë gjuhën angleze e kanë të parë, këtu mësojnë edhe italishtën, kemi dhe plot studentë që po mësojnë dhe gjermanishten, dhe kjo e futje në tregun e punës në ato ndërkombëtar. Okej. Ku e lexova, nëse mund ta lexoj? Po, patjetër. Testi shkencor, besoj që e ka për testin e mjekësisë dhe të odontojatrisë, është matematikë, fizikë, biologji, kimi. Pra, testi përmban një pyetje që kanë lidhje me këto grup lart. Me këto 4 lëndë. Të vinë tek zyra e pranimeve, ku është kolegja, dhe të marrin një test vitet e kaluara dhe të shohin pak a shumë për të orientuar me pyetjet. Tani për ta qartësuar pjesën e konkursit tek Fakulteti Mjekësisë, po shoh dhe pyetjet aty. Bëhen 2 testime, janë testimi mbi njohurit në gjuhën italiane, i cili ka 20 pikë, është testimi shkencor me lëndët që sapo përmendëm, pra matematik, fizik, biologji dhe kimi në gjuhën italiane me shkrim. Zakonisht pyetjet janë me alternativa dhe ky ka maksimumi 30 pikë. Pastaj është mesatarja e shkollës së mesme, mesatarja e përgjithshme, pra mesatarja me VKM që përfshin dhe rezultatet e provimeve të maturës shtetërore, dhe kjo konvertohet në pikë maksimumi 30 pikë. Në varësi të pikëve që do marrim nga 2 testimet dhe nga mesatarja, ai do jetë pikëzimi final që i rendit maturantët tek lista e renditjes. Për raundin e parë, ne do kemi 100 kota në dispozicion për degën e mjekësisë, për cilën janë më shumë të interesuar, kështu që 100 kandidatët të cilët do kenë më shumë pikë nga këto 2 testime dhe nga mesatarja do jenë kandidatët fitues që do vijojnë me regjistrimin pasaj, i cili fillon në datën 2 shtator. Faza e parë e regjistrimit, doja të rikujtoja maturantëve, është fazë 48-orëshe dhe zgjat datën 2 dhe 3 shtator. Pra të gjithë ata që shpallin fitues në fillim duhet të paraqiten për regjistrim në datën 2 dhe 3 shtator me dokumentacion në sekretarin përkatëse. Diçka tjetër që doja të përmendja është dhe fakti i përzgjedhjes në datat 29 korrik dhe 3 gusht, pra në portalin U Albania, formulari A2, aty do kenë mundësi, se zakonisht ngatrojnë përzgjedhin vetëm, dim se kanë mundësi të përzgjedhin vetëm universitetet shtetërore, në fakt aty është aplikimi për të gjitha universitetet, qoftë shtetërore, qoftë private. Kanë mundësi 10 preferenca, nuk ka rëndësi të para të fundit, pra nuk ka rëndësi renditja e preferencave, nëse e bëjnë në datë 29 apo në 3 gusht, ka në fat kohor nga 29 korriku deri në 3 gusht. Degët e zojës, nëse ju do ju interesojnë, duhet jenë se s'bën të renditura tek portali U Albania. Pra një nga ndër preferencat tuaja duhet jenë dhe degët e zojës. Nëse ju intereson përveç mjekësisë dhe degë të tjera, duhet i përzgjidhni në portalin U Albania. Pra, Universiteti Katolik Zoja Këshillit Mirë, dega mjekësi, dhe ashtu me radhë. Universiteti Katolik Zoja Këshillit Mirë, dega farmaci apo ekonomi, pra duhet të përzgjidhen aty. Ai është aplikimi për raundin e parë. Nëse nuk përzgjidhen aty, digjet mundësia për raundin e parë. Pastaj dhe do shihet për pjesën e raundit të dytë aplikimi i mëvonshëm. Gjithmonë nëse nuk regjistrohen në asnjë nga degët e raundit të parë. Po ma do mendja që dega e mjekësisë është e kërkuar dhe ezaurohen kuotat që në raundin e parë, kështu që Jo, tek Universiteti ynë në fakt ka në dispozicion të raundit të parë 100 kuota dhe ngelen 50 kuota pasaj për raundin e dytë. Okej, e kuptova. Kështu që do kenë mundësinë edhe për raundin e dytë që të riaplikojnë, kush e do mjekësinë dhe ka nga ata që e kanë ëndër mjekësinë, kush do mjekësinë janë 50 kuota në dispozicion për raundin e dytë. Dhe diçka po. Nuk është me rënditja preferencën, se voto rëndësishme të 3-ën, të 7-ën apo të 10-ën. E rëndësishme është që degët e zojës të jenë 1 nga 10 preferencat. Ka shumë që ka përsa e përket datat konkursit. Po. Doa vetëm të rikujtoja pak datat e konkurseve të raundit të parë, kanë dalë në fakt, janë dhe në rrjetet tona sociale edhe në faqen zyrtare, mund ta merrni informacionin qoftë në
numrin e telefonit, mund të vini pranë universitetit. Janë gjitha forma që si un po i rikujtoj, për fakultetin e mjekësisë, të gjitha testimet e pranimit do të bëhen në datën 23 gusht. Mjekësia do e ketë në orën 10 të mëngjesit, pastaj odontojatria dhe proteza dentare, që është stomatologji. Emri i programit është versioni italian, prandaj dhe në portalin Ullbenia ju do e gjeni me emrin odontojatri dhe proteza dentare. Është në datën 23 gusht në orën 2. Fizioterapi dhe infirmeristik janë në 23 gusht në orën 5. Dhe arkitektura, e cila ka një testim i cili është më tepër për të njohur me kandidatët dhe njohuritë e tyre në gjuhën italiane, do e ketë në datën 22 gusht në orën 10 të mëngjesit. Pra këto janë pak a shumë datat e testimeve të pranimit që do organizojmë për raundin e parë. Okej, kështu që të gjithë maturantët që kanë interes tek programet e studimit do duhet që të aplikojnë fillimisht tek U Albania dhe pastaj të bëjnë pjesën e testit pranues, le të themi. Në fakt unë po shifja dhe një pyetje që kishte lidhje me testet pranues, a keni modele të viteve të kaluara ku mund të bazojnë maturantët? Mund të paraqiten në universitet. Ne jemi të hapur nga ana në të premte nga ora 8 e mëngjesit deri në orën 4:30 dhe mund të marrin testime model që ka rënë vitet e kaluara për të orientuar mbi pyetjet që kanë testime shkencore. Okej. Janë të gjithë. Kështu që mos e vrisni mendjen për këtë, thjesht tek universiteti me atë rast i hidhni dhe një sy nga afër universitetit edhe merrni. Absolutisht janë të mirëpritur të njihen në universiteti, në fakt është godina, janë 2 godina në dispozicion të studentëve, është godina qendrore dhe godina e kuqe, që i themi ne, ku zhvillohen fakulteti i mjekësisë, kurse infirmeristika, fizioterapia, dega ekonomisë dhe arkitektura janë te godina qendrore. Mund të vizitojnë bibliotekën, mund të vizitojnë gjithë ambientet, janë të lirë të vinë kur të duan. Është godina e spitalit që sapo është ndërtuar. Gjithashtu edhe 2 klinikat e tjera, është klinika e fizioterapisë dhe klinika e stomatologjisë, po në të njëjtën kampus. Okej, dhe një pyetje tjetër është që nëse nuk e fitojnë mjekësi në raundin e parë, duhet të testohen prapë për të konkuruar në raundin e dytë? Po. Atëherë, nëse nuk shpallen fitues në raundin e parë, por kanë ëndër mjekësinë dhe duan ta riprovojnë sërish, atëherë nuk duhet të regjistrohen asnjë nga degët që mund të shpallen fitues në raundin e parë, pra e djegin të gjitha mundësitë e raundit të parë dhe kjo është një dilem, pasaj është një vendim që do ta marrë maturanti dhe të riaplikoj sërish në raundin e dytë në datat 22 deri 24 shtator, që janë datat e aplikimit për raundin e dytë në portalin Ullbenia. Aty do rizgjidhet sërish Universiteti Katolik Zoja Këshillit Mirë me degën e mjekësisë dhe do vinë në datën që ne do përcaktojmë, se ende nuk ka dalë, që është data e testimit që do bëhet sërish për raundin e dytë, diku nga fundi shtatorit mendohet. Okej, pra ju do gjithsesi do ja zhurnoni me datat edhe në rrjetet sociale, kështu që në rrjetet sociale, në faqen zyrtare, absolutisht që po. Kështu që ata dhe mund t'ju ndjekin edhe i marrin edhe informacionet direkt aty. Tani një pyetje vjen edhe nga maturantët e viteve të kaluara, të cilët ka shumë në fakt që pyesin dhe procedurat ndonjëherë të dokumentave janë pak të komplikuara dhe duhet i ripërsërisin gjithmonë që të jenë të azhurnuar edhe këta maturantë. Dhe pyetja konkretisht është, ne që jemi ish maturant dhe duam të vazhdojmë mjekësinë ose infermierin pranë universitetit, cilat janë kriteret dhe procedurat që ndiqen për aplikimin, është pyetja. Ne flasim për ish maturant, por që nuk janë të regjistruar në asnjë universitet. Po, që këta duhet ta fillojnë asaj që nuk kanë. Atëherë, hapi i parë do jetë formulari A1Z. QSH-ja, Qendra e Shërbimeve Arsimore, në fakt në faqen e saj zyrtare nxjerr vazhdimisht datat se kur mund të plotësohet formulari A1Z. Mund edhe të shkojnë tek QSH-ja dhe të informohen për datat. Vitin e kaluar të paktën datat në vijim mund të jenë gjatë muajit gusht për ata që nuk e kanë plotësuar akoma formularin A1Z, por hapi i parë do të ishte plotësimi i formularit A1Z. Pas plotësimit të formularit A1Z, për ata që do e plotësojnë gjatë muajit gusht, në datat që do përcaktojë QSH-ja, do të kenë mundësi që të futen në portalin Ullbenia për raundin e dytë pasaj, në datat 22 me 24 shtator dhe pasaj të vinë testimet e pranimit që do jenë në fund të shtatorit. Po, një kështu tjetër që ato mund shkojnë dhe tek gjimnazi ku e kanë përfunduar dhe të mirë informuar. Në datat i përcakton, po, datat i përcakton QSH-ja dhe A1Z-n e plotësojnë tek shkolla e mesme. Pra duhet shkojnë te gjimnazi që janë diplomuar, po themi, dhe pastaj shkolla e mesme ku kanë përfunduar. Po, atje e bëjnë plotësimin A1Z-s, është një mbikëqyrës, një nga mësuesit që i ndihmon atje me formulare.
Ndërkohë një pyetje tjetër që ndoshta ka hyrë me vonesë dhe pyet për sa i përket gjuhës italiane, ne që nuk e dim ato kemi kurse. Atëherë kjo pyetje u ezaurua dhe tham që Zoja e Këshillit Mirë Universiteti ofron kurse përgatitore intensive për gjithë maturantët. Po, që nuk kanë njohuri ose që kanë pak njohuri në gjuhën italiane, mjafton të shkruani tek universiteti ose t'i merrni në telefon dhe ju japin gjithë informacionin. Okej, një pyetje tjetër është kam mbaruar një universitet, kam një diplomë bachelor dhe master dhe jam e interesuar të vazhdoj një universitet të dytë. Në këtë rast, çfarë procedure ndiqet apo është e njëjta procedurë me A1-n? Atëherë, në varësi të shkollës që kanë mbaruar paraprakisht, varet çfarë duan të studiojnë, sepse së fundi Ministri i Arsimit ka nxjerrë udhëzimin i cili nëse dega që kanë përfunduar është e njëjtit cikël me degën për të cilën duan të studiojnë, atëherë kjo quhet programi i dytë studimi dhe aplikojnë direkt në universitet me dokumentat që i kërkon universiteti. Zakonisht ne nxjerrim këto procedura në fund të muajit gusht dhe aplikimet janë në fillim të muajit shtator. Ndërsa nëse kandidati ka përfunduar një cikël studimi të ndryshëm me atë për të cilën do të aplikojë, ka mbaruar infirmerinë dhe do të vazhdoj për mjekësinë. Infirmeria është bachelor, është program 3 vjeçar, mjekësia është program integruar i ciklit të dytë, 6 vjeçar. Në këtë rast nuk mund të aplikojë si program i dytë studimi, por do të aplikojë nëpërmjet portalit Ullbenia, duke ndjekur të njëjtën rrugë si ish maturantët. Pra, të plotësoj formular A1Z dhe pastaj portalin Ullbenia, duke u konsideruar kështu si për regjistrim për vit parë, pra njësoj si me maturantët e tjerë. Okej, po, shumë e qartë. Shkurtimisht këtë pyetjen, se ndoshta ka edhe maturant që kanë një diplomë, se është edhe pyetja, kush ka diplomë jashtë Shqipërisë, çfarë duhet bëj? Këtu unë di që ka një kalbar procedurash. Jo, më universiteti ynë ka mundësi në fakt, nëpërmjet udhëzimeve nga ministria, për kandidatët që janë me diploma të huaja të shkollës së mesme, në fakt, në fazë aplikimi nuk u kërkohet njësimi i diplomës së marrë në shtetin e huaj, por bëhet një llogaritje mesatares, verifikim dokumentash dhe llogaritje mesatares nga vetë universiteti për efekt aplikimi, i jepet studentit, bëhet testimi pranimi dhe në rast se del fitues regjistrohet me rezervë derisa të përmbyllur procedurën e njësimit të diplomës pranë QSH-s. Lihet një periudhë kohe deri në 10 janar para sezonit të provimeve. Kështu që edhe kjo pjesë është zgjidhur. Pra, në fazë aplikimi nuk u kërkohet, sidomos kush vjen nga shteti fshinj Italia, që diplomën e maturës shtetërore nuk e marrin me njëherë, por po ashtu edhe probleme mund të ketë dhe Greqia që nuk e marrin me njëherë diplomën. Këtë pjesë në fazë aplikimi nuk u kërkohet, u kërkohet vetëm certifikat e diplomës maturës, ku janë të specifikuar aprovimet që ata bëjnë për maturën shtetërore, pra që janë ekuivalente me maturën shtetërore në Shqipëri, u kërkohen dhe ftesat dhe u llogaritet mesatarja. Regjistrohen me rezervë dhe bëhet njësimi pastaj në një fazë të dytë. Po, pra dhe për këtë gjë, për të kursyer, si më thënë, kohë ose procedurat gjërat është menduar, kështu që është zgjidhur. Procedurat për kategorinë e kandidatëve shqiptar, pa që kanë dokumenta shqiptar, por që kanë përfunduar arsimin e mesëm jashtë Shqipërisë, dalin zakonisht në fillim të muajit shtator në faqen tonë zyrtare. Janë shumë të sqaruara pasaj se si do vijojnë me procesin. Gjithsesi edhe nëse keni pak më tepër pyetje rreth kësaj teme, mund gjithmonë të kontaktoni me universitetin. Është edhe pyetja për testet model, po prap, a mund të marrim teste model që herët, pra që nga viti 2015, e kam me merak siç duket, sepse do që dalin mirë edhe pyet që t'jetë sa më i përgatitur. Ne në fakt kemi përzgjedhur nga shumë teste që kanë rënë vitet e fundit, janë përzgjedhur pyetje nga të 4 lëndët, kështu që ato janë një miks pyetjesh që ka rënë ndër vite. Ajo jepet. Pastaj, më fal se të ndërpres, pastaj të pyetjet janë pyetje që ato i kanë bërë gjatë gjimnazit. Gjimnazit, janë një kurës që kanë marrë. Është biologjisë apo të kimisë. Pra është një mix, do të thënë, edhe i pyetjeve që, do të thënë, paketa që keni përdorur përmban pyetje nga provimet e kaluara, kështu që nuk ka nevojë të shqetësohen edhe për këtë pjesë. Një pyetje tjetër që kam unë, se ka shumë student që vazhdojnë bachelor në Shqipëri dhe duan masterin ta bëjnë jashtë vendit. Besoj, sidomos në Itali, me diplomën tuaj, nuk ka problem për këta maturant, ose student.
Është jo, ne kemi plot student, sidomos në degën e ekonomisë, duke qenë se është 3+2 bachelor. Pjesa më e madhe e studentëve zgjedhin që të vazhdojnë studimet e tyre master në profile të ndryshme, në vende të ndryshme të Bashkimit Evropian, jo vetëm në Itali, por edhe në vende të tjera. Unë aktualisht kam student që kanë mbaruar bachelorin tek ekonomia, që aktualisht po studiojnë në Gjermani, në Angli dhe në Itali. Unë njoh edhe në Austri që kanë nisa të njohur që shkojnë shumë. Austrinë pas kanë qef studentët tuaj më sa duket. Po, tani e vërtet edhe Austria, edhe po. Austria, po. Gjermania dhe së fund me Austria. Okej, se po vjen studenti që është pranuar në Erasmus Mundu që do e bëj në Portugali, në Poloni, në Austri dhe në Irlandë. Okej, është master i ndërkombëtar. Po, Erasmus Mundus Joint Master, po. Edhe Inesi, sepse mund ta themi, ka fituar shumë pikë për të pranuar edhe falë diplomës që kishte tek zë e Këshillit të Mirë. Okej, për pjesën e testeve përgatitore se po vin shumë pyetje për këto. A mund t'i marrin edhe online nëse themi? Mund të na kontaktojnë dhe me email, mund të na kontaktojnë nëse janë nga rrethet dhe në fakt nuk ka faj një pjesë, mund të na kontaktojnë dhe në email, unë po jap adresën e emailit ose mund të futen te faqja zyrtare për adresën e emailit, gjithsesi info@unizkm.al, mund të na kontaktojnë aty për të kërkuar testimin model dhe u dërgojmë me email. Evisa, mund të ta shkruash, besoj tek chati. Ja se po e shkruaj unë edhe do jetë më për antët. Ja i dërguam edhe adresën e emailit për ata që e duan, unë po e bëj pin këtë që ta shohin gjatë kohës. Okej, dhe një kisha dhe se më humbi tani që shkruajta këtë, po pyetja ishte kjo, sepse tek aplikimi u Albania viteve të kaluara, nuk e di si do të këtë vit, në universitetet private ka qëndruar dega e studimit gjithmonë jeshile në të 7 fazat. Në varësi të kuotave gjithmonë. Në universitetin tuaj ndodh kjo gjë apo jeni me që digjet dega nëse nuk regjistrohet? Digjet pa konkurs, degët që janë pa konkurs, pra që janë vetëm me renditje të mesatares. Tek ato kërkohet që mos jetë vije e kuqe dhe qëndrojnë fitues. Aty renditen vetëm sipas mesatares. Te degët që janë me konkurs pasaj jo, do ndiqet linja sipas fituesve të konkursit. Okej, e kuptuam, e morëm edhe këtë përgjigjen. Kam një pyetje shumë interesante në fakt, edhe është cila degë është më e mirë, arkitektura apo ekonomia? Kjo për zyshën këtu është pak pyetje bias, sepse zysha do zgjidhë ekonominë, po gjithsesi po themi të mirat. Janë të ndryshme sepse arkitektura ka të bëjë partin me pasion që mund të ketë për, nuk e di, për vizatimin, për planimetrit, për qytetet, nuk e di, është e ndryshme, ndërsa ekonomia pastaj varet, do me thënë se si e projekton vetën, se si e shikon, si e mendon, do me thënë, nuk e di, një menaxhere shumë e zonja, një bankiere shumë e zonja. Do me thënë, unë përgjigja ime do ishte si e mendon vetën këtu edhe 7 apo 8 vitet e ardhshme, dhe në bazë të kësaj mund të bësh edhe zgjedhjen. Është e vërtetë që dega e ekonomisë të jep më shumë mundësi për të integruar pothuajse në të gjithë sektorët, në të gjitha fushat. Nëse je një ekonomist, mund të punosh edhe si administrator, apo si menaxher, apo si CEO i një spitali. Mund të administrosh një studio arkitekture, apo mund të jesh administrator i disa farmacive, do me thënë të jep më shumë mundësi për tregun e punës. Gjithsesi unë e ftoj maturantin apo maturantën që të vitet na takoj edhe mua, edhe kolegun tim të arkitekturës, edhe orientimin do ta bëjmë shumë mirë që të vendos pastaj se ku do të shkojë. Super, edhe për këtë pyetje morën përgjigjen. Tani unë dua që të kalojmë pak tek programet specifike dhe të marrim edhe koston që ka secili program për të folë më pas pak më në shumë detaj edhe për bursat, se po shoh që pyesin edhe për pjesën e bursave. Tani të filloj me fakultetin e mjekësisë fillimisht për degën mjekësi. Atëherë,
Dega e mjekësisë kushton 4.765 euro. Gjithashtu edhe farmacia dhe odontojatria. Okej, stomatologji, farmaci, mjekësi janë 4.600 sajte. 765 euro. Okej, dhe për bursat, se besoj që bursat janë njësoj te këto 3 degë. Jo, nuk janë njësoj. Jo, okej. Dhe odontojatria, bursa është 15% me 9 deri në 9.99 dhe 30% me 10 absolute. Tek farmacia, me 9 deri në 9.99 është 50% bursa dhe me 10 absolute është 80%. Po, besoj që ofroni dhe mundësi financimit, do më thënë pagesë me këste, kredi, dhe kësaj forme. Patjetër, ne kemi atëherë pagesa bëhet me këste, kësti parë është 50% në momentin e regjistrimit, pastaj 30%, pastaj fund 20%. Në qoftë se paguhet e gjitha në fillim të vitit, përfiton dhe 5% zbritje, që i shtohet dhe i akumulohet edhe bursës. Okej, pastaj kemi fizioterapin dhe infermieristikën. Fizioterapia dhe infermieristika, së bashku me ekonomin, që janë programi studimi bachelor, kushtojnë të treja 2.334 euro. Bursa pastaj është për infermieristikën dhe fizioterapin me 9 deri në 9.99 me 15% dhe me 10 absolute 30. Ndërsa për ekonomin me 9 deri në 9.99 është 50% dhe me 10 absolute është 80%. Pra për ekonomin kishim koston e njëjtë me infermieri. Me farmaci dhe me arkitektur. U shkëput pak, më falni, pra kemi koston e njëjtë, pra është 2.300 euro dhe nëse kanë mesatare mbi 9, e marrin me 50% ullje. Po, për ekonomi. Po, dhe me 10 absolute 80. Mbetet... Kështu që kosta e ekonomisë konte 1.000 euro në vit, që është një kosto teje të përballueshme për një universitet privat, dhe është më tepër për një universitet diploma e secilit ka peshë të lartë edhe njihet në mbar Bashkimin Evropian, kështu që unë sugjeroj ta mendojnë këtë se është një mundësi shumë e mirë. Unë kam plot student që arrin pastaj në vitet në vazhdim, është edhe në bazë të rezultateve që ke, edhe që shkon bursa deri në 40, pastaj edhe në vitin e 2 dhe të 3, që pothuajse çdo vit kanë përfituar dhe kanë patur bursë. I fundit është arkitektura, që është me 3.707 euro një vit akademik. Dhe bursa është me 9 deri 9.99 me 50% dhe me 10 absolute 80%. Përsa i përket gjithmonë këstet janë këto, 50, 30 dhe 10. Në qoftë se e paguan në fillim, ke 5% më pak nga tarifa vjetore për vitin e parë. Në vitet në vazhdim, bursat janë në bazë të mesatarës, pastaj që fillojnë nga 27, 28, 29, 30, që ne janë vlerësimet që kemi tek universitetin. Okej, tani infermieria që t'jemi dhe me maturantë, se janë maturantë dhe ndoshta nuk kanë shumë informacion për tregun se si janë çmimet edhe në universitetet e tjera. Dhe unë dua të informoj këtë gjë personalisht nga pikpamja ime. Me 2.300 euro që do paguani tek Universiteti Katolik Zoe Këshillit Mirë pa bursë, bëhet fjalë se me bursë shkon dhe pak më pak. Ky është çmimi i tregut, pra gjithë universitetet këtu variojnë dhe për mua, dhe për mua është gjyna që të humbisim mundësinë e studimit në universitet që ka gjitha standardet e nevojshme, po nga ana tjetër ka dhe diplome europiane, edhe ta lini mundësinë pra për një universitet tjetër. Kështu që unë ua rekomandoj, unë duke folur në fakt me përfaqësues të universitetit tuaj kur e vizitova, se kam parë edhe kampusin nga afër, dhe i rekomandoj gjithë maturantët që të bëjnë të njëjtën gjë si unë, se do e kuptojnë domethënë për çfarë bëhet fjalë. Mua më thanë që do hapeshin edhe do hape një fakultet ose degët e informatikës, pra teknologji informacioni, shkenca kompjuterike, diçka e tillë. Për master bëhet fjalë, dhe unë isha shumë i lumtur që do ndodhte kjo gjë, se kam dashur që edhe vetë
të jem te ky universitet, po duke qenë se kam profil informatik, nuk më përputheshin degët e studimit. Kështu që ja rekomandoj maturantëve ta vizitoni universitetin, se aty do e kuptoni edhe vetë pastaj. Unë do të rekomandoja të bëje masterin në ekonomi dhe management, sepse do ishe akoma më i kompletuar. Do dilte kombinimi mirë ai pastaj. Okej, unë po shoh edhe disa komente të tjera që ndoshta mund t'i komentojmë. Ne kemi ezauruar pjesën më të madhe të pyetjeve dhe gjërave që janë për t'u thënë. Kështu që kjo video do mbetet në profil, kështu që të gjithë personat që nuk e kanë parë dot mund ta shohin. Por që po shoh edhe disa pyetje të tjera, nëse mund gjej pyetje që mund t'u përgjigjemi që si kemi përgjigjur. Për të informuar sa më shumë maturant dhe në të kundërt pastaj do ridëgjohemi përsëri për të gjithë maturantët që janë të interesuar, por që gjithsesi u bëj thirrje që të kontaktojnë në mënyrë direkte me ju, qoftë nga rrjetet sociale, qoftë duke u telefonuar ose duke u vizituar. Mirë, unë po bëj edhe këtë pyetje se me sa duket kjo është një pyetje që ka interes ndoshta edhe për të tjerët. A mund të kalojmë nga stomatologjia në mjeksi vitin e dytë, ose nga farmacia në mjeksi, po themi? Po, pastaj duhet numër të caktuar kreditesh, duhet të bësh konkursin përsëri për mjeksin, por transferimi është i mundur. Okay. Për këto duhet të informoheni pastaj pranë universitetit. Aty normalisht do vlerësohet provimet që janë marrë, kreditet që ka marrë studenti, sa i njeh mjekësia, dhe nëse arrin minimumin e kreditëve që ka si kriter pranimi dega e mjekësisë, pranohet për transferim dhe bën konkursin e pranimit. Okej, super, e zauruam edhe këtë. Po nga infermieria në farmaci? Jo, kjo nuk pranohet si transferim, se janë ciklet të ndryshme, është e njëjta gjë që u shpjegova pak më parë për programin e dytë të studimit. Nuk ka transferime nga bachelor në programin të integruar të ciklit të dytë, nuk mund të bëhen transferime. Pra duhet filloj përsëri nga e para. Por i njohim vetëm anglishtën dhe italishten. Duhet i bëj të gjithë. Regjistrimi do jetë në vit të parë. Do t'i bëj gjitha nga e para, do. Do t'i bëj nga e para. Okej, po nga mjekësia në shtet tek ju mund të kalojnë, mund të transferohen? E bëjnë kërkesën për plani i studimit që zhvillohet te universiteti duke qenë i njëjtë me atë të Tor Vergatës. Ka shumë diferenca me planin e studimit që bën mjekësia në shtet, kështu që është gjithmonë kjo çështje e krediteve dhe nga eksperjenca të paktën shumë pak provime mund të njihen, sepse ka shumë diferenca midis planit të studimit. Po, se duke qenë se ju e keni programin italian dhe ndoshta ka pak diferenca, si thoni dhe ju. Mjekësia ka shumë diferencë. Në rregull, atëherë unë për vete i bëra pyetjet që doja të bëja, tani po ju lë edhe juve pak minuta, sekonda nëse doni për të bërë për të thënë disa fjalë të fundit dhe pastaj e mbyllim për të riparë në një live tjetër me maturantët. Atëherë unë do i riftoja që të na përzgjedhin, edhe në qoftë se nuk e kanë vendosur përfundimisht që duan të vinte Zoja, por të na përzgjedhin, të jemi në një nga 10 preferenca. Dhe këshilla ime që unë i jap gjithmonë maturantëve dhe kur shkoj dhe bëj orientimin, ju lutem vizitojni universitetet, kërkoni të njiheni nga afër me planin e studimit dhe bëni pyetje, bëni shumë pyetje edhe të afërmeve tuaj, sepse bëhet fjalë për të ardhmen tuaj profesionale, që duam apo nuk duam na përcakton edhe atë personale. Kështu që mos të kenë frikë, mos kenë droj, të bëjnë plot pyetje edhe të shkojnë aty ku e shohin që mund t'japin maksimumin të talentit të tyre, të pasionit që ato kanë. Po. Dhe doja vetëm të shtoja diçka të fundit, për informacionin që ta marrin sa më të saktë, gjithmonë do i drejtohen universitetit, mund me rrjetet sociale, faqes zyrtare, mund të vinë të na vizitojnë, siç tha dhe kolegi, absolutisht nga hëna të premte nga ora 8 deri në orën 5. Por informacionin më të saktë do e marrin gjithmonë tek Zoja, tek zyrat përkatëse, dhe jo me informacionin në rrjetet të ndryshme sociale ose me njëri tjetër. Informacionin më të saktë gjithmonë do e marrin pranë universitetit, kështu që janë të mirëpritur që të gjithë.
Okej, Edhe nëpërmjet portalit tuaj. patjetër se ne tek ju i orientojmë, kështu që ata janë marrin informacion sakt. Gjithsesi, shumë faleminderit që keni qenë prezent sot edhe Kënaqësi. për gjithë ata siç e thash se po shoh që duan ta ruajmë videon, do e kemi videon profil për gjithë ata që s'e kanë parë dot edhe mund t'i riktheni kur të doni. Faleminderit edhe një herë dhe pas do shihemi përsëri në një live të dytë. Faleminderit të gjithë mirat. Shumë suksese.